Horoskop editor e Mërkur 19 mars 2025. Dashi. Kjo Mërkur do të jetë disi e vështirë në raport me ditët e kaluara. Nëse diçka nuk ka shkuar siç donit, atëherë duhet vetëm që të përmirësoni aftësitë tuaja, ose të tregoni me të vëmendshëm. Me mbështetjen e yjeve do të keni mundësi që të dilni në pa. Demi. Parashikohet një ditë interesante. Qielli do të jetë mjaft i favorshëm për të lindurit të kësaj shenje. Ndërkohë Urani do të sjellë ndryshime revolucionare, ku disa nuk do të jenë mjaft të pëlqyeshme. Pavarësisht kësaj, mund ta ndjeni veten një njerëz të rinovuar. Binjakët. Kjo fillim javë nuk ka qenë më e mira e mundshme. Tashmë do të jeni në kërkim të më shumë pjetësie. Kush ka një aktivitet të vetin, gjatë këtyre ditëve shpërballen me disa llogari, por kjo Mërkur do të sjellë më shumë frymëmarrje. Në ditët në vijim mund të t'i dedikoheni dashurisë. Nga porja. Të lindurit të kësaj shenje i pret një ditë në ritmin e duhur, ku duhet treguar kujdes sa i takon ushqimit dhe gjendjes shëndetësore. Jeni të lrodhur dhe mund të ndiheni të përhumbur. Parashikohet një ditë ku do të jeni disi të menjanuar. Luani. Do të jetë një ditë me fat, ku do të përjetoni kënaqësi të mëdha. Ju pëlqen që të bini në sy dhe të jeni të parët në çdo gjë. Kjo ditë do të ofrojë mundësi të shumta për t'ia dalë mban. Virgjëresha. Është momenti për të bërë disa ndryshime revolucionare në jetën tuaj. Jeni në kërkim për të ndryshuar diçka dhe kjo gjë mund të ndodhë së shpejti. Situata në çift parashikohet shumë më mirë. Javët e para të marsit kanë qenë të lodhshme sa i takon ndjenjave, por nëse raporti në çift ka shpëtuar, atëherë nuk ka gjë që t'ju ndalë. Peshorja. Parashikohet një ditë as pak pozitive gjatë së cilës duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm. Kjo gjë vlen për çdo fushë, sikurse i takon punës edhe shëndetit. Para se të bëni apo thoni diçka, reflektoni mirë. Matini fjalët ndaj një veprori pasi në të kundërt mund të ketë pasoja. Akrepi. Në sajt e ndikimit të favorshëm të hënës, raportet më të tjerë do të jenë shumë pozitive, dhe kjo gjë vlen dhe për dashurinë. Mundoni vetëm që të mos jeni shumë ekstremist, por duhet të gjeni një vijë të mesme për çdo gjë. Shigjetari. Kur bëhet fjalë për projekte, nuk ju pëlqen që të humbni kohë dhe doni të mbyllni çdo gjë menjëherë. Gjatë kësaj dite do të keni mundësi që të bëni diçka më shumë. Nëse jeni të lidhur për disa kohësh, mund të humbni mendjen pas një njohje të re. Veç bëni kujdes që të vendosni mirë mbi çfarë dëshironi të bëni.
Britsjapi. Marrëdhëniet me personat që u rrethojnë do të jenë shumë të komplikuara dhe duhet tensionojnë. Pavarësisht mbështetjes së hënës, situata nuk do të jetë ideale. Vështirësi do të ketë sa i takon dashurisë, ku duhet të tregoni vëmendje të veçantë. Do të ndjeni nevojën për të bërë ndryshime. Ujori. Duhet të diskutoni dhe provokoni më pak, edhe pse mund të jetë diçka e pamundur për ju. Gjatë këtyre ditëve jeni natosur edhe me veten, pasi ndjeni se nuk e keni dalë që të bëni atë që dëshironi. Gjatë kësaj periudhe ndjeni nevojën për të folur me një njerëz të besuar. Peshqit. Pas 2 ditësh të lodhshme të mbushura me debate dhe probleme, më në fund situata do të jetë e përmirësuar. Nëse ditëve të fundit jeni përballur me një ndryshim të rëndësishëm, atëherë do ju duhet kohë për të mësuar. Situata do të përmirësohet për çiftet, të cilët muajve të kaluar kanë përjetuar probleme. Vëmendje maksimale duhet të tregoj kush është përfshirë në 2 lidhje paralele.